Përfundoi në tragjedi një ditë plazhi për një grup të rinj nga Kosova që ndodheshin në Shëngjin. 5 të rinj hynë në det për t'u larë në plazhin tek Rana e Hedhun, por nuk morën parasysh dallgët e forta të shkaktuara nga era. Si pasojë kësaj situate, 2 nga të rinjt Leonid Dalia, 21 vjeç nga Fush Kosova, dhe Edmir Binaku, 22 vjeç nga Prishtina, humbën jetën, ndërsa 3 të tjerë, Dion Miftari Arber Beqa dhe Drilon Rustemi u nxorën të gjallë nga deti dhe u dërguan në spital për ndihmë mjekësore. 5 të rinj nga Kosova kishin ardhur në Shëngjin si pjesë e stafit të një eventi muzikor që pritet të nisë në këtë zonë pas disa ditësh. Policia ka nisur një hetim për ngjarjen, ndërsa në plazh nuk ka pasur ujë Bregdeti për shkak se ende nuk kanë nënshkruar kontratat me ta. Kanë qenë disa pushues me jet ski që u kanë dhënë ndihmën e parë personave në vështirësi në det deri në mbërritjen e policisë. Ky është rasti i parë për këtë sezon veror ku 2 pushues kanë ndëruar jetë dhe 3 të tjerë janë në spital. Policia thotë se vijon monitorimin nëpër plazhe, por ka nisur dhe hetim për të zbardhur detajet e plota të ngjarjes. Ndërkohë, ambasadori i Kosovës në Shqipëri Skënder Durmishi, i shoqëruar edhe nga kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, vizituan në Spitalin Rajonal të Lezhës 3 të rinj që po marrin trajtim mjekësor. Ata vijojnë të qëndrojnë në kujdes të specializuar në repartinë e urgjencës, ku po monitorohen në mënyrë të vazhdueshme. Sipas mjekëve të Spitalit Rajonal të Lezhës, parametrat jetësor të 3 të rinjve janë të qëndrueshme dhe deri në këto momente ecuria e trajtimit konsiderohet pozitive. Ndërkohë autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes tragjike.